35 vjeçari i identifikuar si Dot Gjoka është marrë peng rreth orës 14:30 këtë të enjte. Sipas policisë, pengëmarrja ka ndodhur në vend parkimin e automjeteve të një lokali në aksin rrugor Lezhë-Milot. Dyshohet se 35 vjeçari Gjoka, banues në Lezhë, është konfliktuar fizikisht me 3 shtetas të tjerë, të cilët e kanë dhunuar dhe më pas e kanë marrë me forcë në automjet. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë së Lezhës kanë ngritur pika kontrolli në perimetrin rrethues dhe në akset lidhëse, me qëllim kapjen e autorëve, të cilët janë identifikuar konkretisht si shtetasit me iniciale KP, BV dhe GE, të 3 banues në fshatin Tresh. Gjithashtu ngritën pika kontrolli në akset rrugore drejt Tiranës, Shkodrës dhe Kukësit. 2 orë më pas të gjendur nën presionin e kontrolleve intensive të policisë, autorët e kanë zbritur nga automjeti 35 vjeçarin Dot Gjoka, i cili ka marrë ndihmë mjekësore në spitalin e Lezhës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të rastit, ndërkohë vijojnë kontrollet intensive për kapjen e autorëve.